Kemi frikë, krimi në familjen Roskovec e afërmja viktimës. Policia të gjej vajzën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të premte në fshatin Vidhisht, ku një person ka mbetur i vrarë dhe një tjetër është plagosur pas të shtënave me armëzjarri. Sipas informacioneve paraprake, 35 vjeçari Nertil Buzi dyshohet se shkoi në banesën e ish të fejuarës së tij dhe e qelloi me armë ndaj familjarëve të saj. Si pasojë e sulmit humbi jetën 55 vjeçari Arben Plaka, ndërsa bashkëshortja e tij mbeti e plagosur dhe po merr ndihmë mjekësore. Pas ngjarjes, autori dyshohet se mori me forcë ish të fejuarën dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Autoritetet kanë nisur kërkimet për lokalizimin dhe kapjen e tij dhe po hetojnë rrethanat e plota të ngjarjes. Një afërm e familjes është shprehur se familjarët ndihen të frikësuar, duke shprehur shqetësimin se mund të ndodhë një ngjarje tjetër e rëndë. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit. I trembemi një ngjarje tjetër, se ku e ka çuar vajzën nuk e di. I dhunshëm ka qenë, edhe në Tiranë i ka dalë me pistolet. Vajza ka qenë studente për infermiera. Ai ndej një cako në burg, pastaj arrest shtëpie. Vajza gjithmonë e kërcënuar ka qenë nga ai. Meraku më i madh është që vajza ndodhet në duart e tij. I bëj thirrje policisë ta kapsa më shpejt të sjellë vajzën, thotë e afërmja.